Sali Berisha është një nga figurat e njohura të politikës shqiptare, po aq sa shumë fëmijë kanë lindur në ditën kur ai u fut politikës dhe është ende sot aty. Mbi figurën e tij ka errësirë dhe dritë, ka paqe shprehse por ka edhe fund të çmendur. Si një nga njerëzit më kryesor të lidhur ngushtë me bllokun e udhëheqjes komuniste në Tiranë, ai shumë shpejt u bë lideri i Partisë Demokratike. Në librin e Roland Qafokut, Historia e 33 kryeministrave të Shqipërisë, Sali Berisha zë dhe ka vendin e tij në historinë tonë shtetërore. Me shkurtime, janë shkëputur këto pjesë ku Roland Qafoku shkruan: Të shumt kanë qenë ata që kanë thënë se pas përmbysjes së komunizmit, Sali Berisha do të synonte të futej në histori. Realisht, ai e ka arritur këtë. President, deputet, kryeministër dhe kryetari i Partisë Demokratike për 25 vjet, asnjë vendim i rëndësishëm nuk është marrë në Shqipëri pa ndikimin dhe pa miratimin e tij. Gjatë kohës që ai ishte kryeministër, Shqipëria u bë anëtare e NATO-s. Bashkimi Evropian hoqi vizat me Shqipërinë. Kosova u shpall shteti pavarur. U ndërtua autostrada që lidh Shqipërinë me Kosovën. Shqipërinë e vizitoi për herë të parë një president amerikan. Por kjo ishte ana e mirë, cila ishte e keqja e 8 viteve të qeverisjes së tij. Marrëveshja me Greqinë për kufirin detar, shpërthimi i municioneve në Gërdec më 15 mars të vitit 2008, protestën e opozitës më 21 janar dhe borxhi 600.000 euro që qeveria e kishte biznesit, solli një çakordim të ekonomisë. Sali Berisha është krah kryeministrave shqiptarë që kur lanë zyrën e shefit të qeverisë, ishin në moshë pensioni. Duke qenë 68 vjeçë, 11 muaj, ai është kryeministri i tretë më i mëshuar në detyrë pas Turhan Pashës dhe Pandeli Evangelit, dhe pothuajse në të njëjtën moshë me Mehmet Sheun dhe Adil Çarçanin. Kryeministër me 2 mandate. Sali Berisha është i pari kryeministër që ka konsumuar 2 mandate të plotë në detyrë. Duke përmendur vetë disa herë për të vlejti rregulli i politikës që kompromisi është arti të pamundurës. Pas mbarimit të mandatit të parë, votat e tij nuk ishin të mjaftueshme për të marrë një mandat të dytë dhe aleanca me LSI-n bëri që ta shpëtonte atë nga një kalim në opozit ose në zgjedhje të parakoshme. 4 tentativat për të vrarë Berishën. I pari rast është në vitin 1991, kur ndaj tij ishte përgatitur një plan për të cilin vetë Berisha e ka bërë publik. Në vitin 1991, Ramiz Alia urdhëroi vrasjen time dhe atë të Ibrahim Rrugovës. Intervistë në gazetën kosovare Express 31 mars 2009. Rasti i dytë është gjatë kohës kur ai ishte president. Ishte maj i vitit 1996, kur gjatë kohës që Berisha shoqëronte presidentin e Italisë, Oscar Luigi Scalfaro, njëri kërcënoi se do të aktivizonte një granatë që e mbante në dorë, nëse nuk i jepnin kredi. Vetëm ndërhyrja e policit të forcave speciale Vasto Sota bëri që presidenti ynë dhe ai italian të shpëtoi nga një vdekje e sigurt. Atentati më serioz është ai i datës 4 qershor të vitit 1997, kur i riu Ilir Çeta hodhi një granatë në drejtim të Berishës, president, kur ai po mbante një fjalim në fshatin Shkallnur të Durrësit. Vetëm fati që granata nuk shpërtheu bëri që Berisha të mos kishte pasoja. Në një rrëfim të vetëm për atë ngjarje, Ilir Çeta tregon: Kur mësova se Berisha do të vinte për miting, më duk një rast i mirë për të shfryrë mllefin. Mora një granatë, e futa në sqetull. Kur arrita te mitingu pash presidentin, nxora granatën dhe ja hodha shumë afër. Intervistë kjo e dhënë për gazetën Panorama, 12 korrik 2004. Por cilat ishin motivet që djaloshi 26 vjeçari i martuar që kishte një fëmijë për të rritur, bëri këtë akt? Vetë ai i përgjigjet kësaj pyetje. Nuk është e vërtetë se më kanë dhënë $20.000 për të bërë këtë atentat nga ata që synonin të vinin në pushtet. Mua më ishte ngulitur në mendje se Sali Berisha ishte njeri i lig. Berisha vërtetoi edhe një herë aksionin se jetë gjati nuk bëhet jetë shkurtër më 13 mars të vitit 1997, kur një grup personash të armatosur nisën një betejë të vërtetë me forcat e sigurisë së presidencës, të cilët donin të futeshin brenda në ndërtesë, atje ku ndodhej vetë Berisha. Ky ishte rasti i katërt që jeta e Berishës ishte në rrezik, por gjithçka zgjati disa minuta dhe sulmuesit u tërhoqën, shkruan gazetari Roland Qafoku në ditarin e tij. Gjatë kohës që Berisha ishte kryeministër, nuk është shënuar asnjë incident serioz përveç aludimeve në disa media, më shumë se doza humori se Shqipëria kishte një kryeministër që mbante jelek antiplum. Ka qenë e vështirë jeta juaj, zoti Ahmet? Me thënë realitetin, po. Nuk është se keni fituar në një gjë nga Shqipëria, më shumë i keni dhënë, më shumë keni qenë një punonjës i respektuar i shtetit që më shumë ka dhënë dhe se sa ka marrë. Më shumë keni bërë për këtë vend se sa ju ka dhënë.
e kam vështirë të flas për veten, flasin miq, flet situata të hershme, flasin edhe kolegët e mi që kam pas, por që situata ka qenë tepër e vështirë. Puna ime me fjalë si ka qenë edhe është dhe sot që po flasim, që unë nuk kam heqë dorë kurrë për të kontribu për demokracinë. Sa vjeç jeni sot? Sot jam po mbush gati 67. Me jetë gjatë. Faleminderit. Mendova se mos ishit më i ri, që ndoshta nëse ju thret ndonjë policia mund të filloni të punë prapë në të. Më thoni pak rastin e tretë. Rasti i tretë vjen në kohën e 97-s përsëri. Neve thash ishim në ndërrujtje të këtyre institucioneve. Dilqim në ato punët tona operacionale që kërkonim se ishin të armatosur njerëzit, depot ishin thyrë, armët ishin në përdor të adoleshentëve, të kriminalëve. S'kishte një që s'kishte një armë në shtëpi. Që vazhdon dhe sot ajo smundja. Edhe sot vazhdon. Kështu që na dhanë urdhër që të shkojmë edhe të majmë situatën dhe të japim siguri presidencës. Sepse atje po tentohet të hyjet nga forca terta kriminale. Kemi shkuar, kemi marrë në presidencë? Në presidencë. Prapë në 97-a? 97-a, prapë. Atëre e kemi marrë masat, e kemi rrethu, por nuk kemi nxjerr polici jashtë mureve. I kemi fut policinë brenda mureve të rrethimit komplet të presidencës, ku ishin të pozicionuar edhe ishin në ndërrujtje të saj. Nuk kishim që tentojshin këtë dera me hy, por vishin me makina rreth edhe gjushin drejtim presidencës. Kemi dalë, kam qenë dhe vetë, që kemi dalë, edhe i kemi gjërmuar disa mjetë të tilla, na kanë ikur. Nuk kemi shku më larg përmes me ranë kurthin e tyre, po kemi bërë deri në farveni një largimin e tyre, më tepër presion që shteti funksionon akoma. Kështu që edhe aty, në qoftë se neve nuk do të merrnim situatën nën kontroll, jeta e presidentit në atë kohë ishte në rrezik. Kjo ka dëshmi të shumta nga kolegët e mi që i din edhe më mirë se kënë qenë dhe më afër, por që edhe unë që më aq sa kam pa. Do me thënë jeta e Sali Berishës ka qenë gjithmonë në rrezik? Po. Nga momenti në moment. Them se mos është dhe sot. Sot jo, se ngacmon njëri, po dikur ka qenë vazhdimisht. Atëherë jap me siguri plot, atëherë ka qenë shumë. Mendoj që edhe pa 97-ën do ketë qenë në rrezik. Edhe sigur mos ndodhte viti 1997, prapë do ishte në rrezik, sepse është vetë njeriu që e kërkon rrezikun t'i vi nga afër. Kjo ndoshta vjen dhe ka pavësia e tij, fjalë që ndoshta ka bërë edhe veprime jo që duhesh. Siç ishte për shembull bim shkurt kjo e piramidave, që ishte një diçka që se e ka thënë me gojën e vet që janë pastër, bëhen, s'bëhen, çan ato ronda atëherë, kanë lënë shokët e mi shtëpiat aty. Të gjithë, çdo gjë. E janë sot pa shtëpia. Mirë, me presidencën e mbyllët aq, s'kishte gjë tjetër, nuk ndodhi më shumë. Vinin përgjithsisht e presidenca, shtinin përballë saj ose kishte shtirje sporadike, vishin me mjeta, nuk vishin kështu. Vishin me mjeta me makina ose me një fugon, me patarga, shtishin drejtim dhe ikshin, u largoheshin me njëherë. Kur filloi gjendja e jashtëzakonshme? E keni arritur gjendjen e jashtëzakonshme? Unë gjithmonë kam qenë gjendje e jashtëzakonshme në polici, vrap këtu e vrap atje, po 97 është ajo. Uniformat e kujt ato? Uniformat jeshile, gjelbërta të... Po këta janë dhe ndërhyrjes shpejt. Ndërhyrjes shpejt. Këto uniformat e shëmtuara të policëve, o zot, sikur me... Ata ishte për tokë gjithçka. As policë burgu nuk është në një vend të humbur të Afrikës. Shisa të irrituam një popullit, ha? Po, jemi në kohën e... Femën është ajo shisi bon, ja. Është 97-a. Kaskat blu. Këtu bëhet fjalë për janë këtu këto janë piramidat. Ke piramidat. Mbaj mend, ishte viti 97 mars edhe kalonte tanksi poshtë pallatit në rrugë të Durrësit, sa dridheshe pallati. Edhe linte dhe gjurmët e veta në zift.
Deri vonë, derisa u bë rruga, ishin gjurmët e tanksave që kalonin. Pas e kalonin dhe blinda, ishte pak më e qetë situata. Po mbi tanks ishte gjithmonë një njeri që rrinte. Ishte tanksi i sigurt, ai njeriu s'ishte kurrë i sigurt, se aty mund t'i gjujë dhe ta vrisë. Këtë se kam kuptuar kurrë. Po gjithsesi ekzistonte një frikë, kishte një pasiguri të tmerrshme. Unë kam qenë në klasë 5, situatën e mbaj mend shumë mirë. Flinim poshtë dritares. S'kemi pasur njërë për të ngrënë. Atë ka qenë shumë keq. Ka qenë shumë keq. Do kalojmë tani në një pyetësor, që quhet pa pikë, ku Sali Berisha ju pyet juve. Ahmet Tufa, mirëmbrëma. Sali Berisha jam. Pse ikët nga Shqipëria? Po, është fare e qartë. Pse nuk ndenjët më shumë? Ikën shumë që quhesh dezertim në atë kohë, që e lanë shërbimet gjitha, kurse unë e mbyll vetëm me një fjalë të vetme. Unë nga që isha i arrestuar nga diktatura komuniste, bëra goxha vite burg, hoqa për repicirat nga më të latashmet në përburgje, faktohen me fjalë se shiko gishtet e mi të kput nga vagonat e le tjerat pastaj. Shodhe njërë? Urdhë. Të dy gishtet i kam të kputur. Edhe jam torturuar në mënyrë më të njerëzore nga ata gjërat të diktaturës, edhe u vesha se kishta fort me qef, po ja që u dojshin, se këto ishin dhe ato që fliqin me misin, me shoqëri, duhet që neve ta marim dorë gjithçka. Edhe unë u deja nga gëzimi, sepse jo pak, po 27-28 deputeti kishim të krahut tonë djathtë. Mund ta merrte policia pushtetin, thoni ju. Ata na, si thosh, na shkelen, na të shpërftyruan, sepse nuk qenë zëri vërtet demokracisë. E kuptova. Ahmet Tufa, jam unë prapë Sali Berisha. A ke kaluar ndonjëherë në një kohë të mirë në policinë e shtetit shqiptar? Me thënë realitetin, ishte të them gjë të bukur. Ishte beri ishte, kishte dalë gruaja me gjithë fëmijën tek Shatrivani, ku ka qenë dikur para pallatit të kulturës, edhe përshëtitësit aty takon ball për ball me gruan shefin e komisariatit, cilin unë kisha shok. Kam në Edinburgh. Edhe i thot, si je, si e kalon mirë. Metin si e kam, ku e kam? Meti është në punë. Po qa punën e kalon ai, thëshi. 8 orë një fjalë, se ishe inspektor krimesh në atë kohë. Edhe mbulesha Vorën e këto fshatet e Tiranës. Edhe i thot kjo jo është në punë. Qarë thumë, e tha. A ishte i të shmendur. Po pse të rikë ka shumë, po unë kisha shumë punë atje, se atje kishte grabitje natën, atje kishte rëmbime vajzash e grash, atje kishte drogë që shitesh e hyte, kështu që duhesh një punë voluminoze. Edhe kam patur, sot është deputet, e kam pasur policin tim, agentin tim, Aslan Dogjanin, edhe punoj edhe i shumë djalë punëtor, shumë, unë kam respekt edhe sot për te, edhe i ka shumë respekt. Nuk e konsiderohesh si mbarësim, po e konsiderohesh si vllajim. E për ne edhe kishim sukses në punë. Kam bëj sa kam mund, sa që edhe sot ato banorët të tyre zonave ndjejnë respekt edhe sot. Ahmet Tufa, jam prapë unë Sali Berisha. A mban mend të kem thënë ndonjëherë që shqiptarët do të jetojnë më mirë? Gjithmonë fjalët kanë qenë bukura vetëm nga zoti Sali Berisha, por kanë qenë edhe nga shumë të tjerë. Po ja që nuk pam atë çka dëshiroshim ne. Ahmet Tufa, si jam sjellur unë Sali Berisha me të përndjekurit politik? Kjo është një fjalë se këtë e thon disa dhe bile janë shumë persona, po që mund të ngulit njëri Mihal që është i thtar, është sot në Amerikë, e thot që Sali Berisha ju bëri me shtëpia, Sali Berisha ju bëri të jepni me dinjitet, të veshin policie, të bëri këtë, të bëri atë. Ore zotëri, thashën, ti ke ngatruar, thashën, këtë. Jemi ne që e prumë Sali Berishën. Ne vendosëm president. Jemi ne që kemi bërë
për demokratët, sepse ishim ne balli që qopën votime që i mbrojshim me gjak, jo me vjedh, si që bëjnë sa sot, po rrishim të kutia dhe s'kishte shans nuk njifeshim krimet, kishte krimet atëre, po nuk kishte shans më fut, se ishte luft për vdekje, i mbrojshim me jetë ato kutia. Edhe kjo dihet botërisht nga njerëzit, e kështu që salën e kemi dhënë neve, jo sala na japin ne. Po na ka borxh neve, sepse është sjell shumë në mënyrë të padrejtë, se i ka torturuar njerëzit në marrjen e dëmshpërblimit. Shef Meti, çfarë ishte për ju viti 97? Për mua një përkufizim shumë të shkurtër tua. 97 ishte një diçka e këmbshme, një diçka tragjedi për vendin. Kush e krijoi? Këtë e krijon forcat politike.